dhe me videon e fundit të këtij projekti, kur duhet futemi baj. Po e fshi këtë pjesën këtu, atëherë po ashtu dhe për pjesën e pozicioneve baja u shpjegova, dy skenaret e para, kur kemi një lëvizje të fortë bearish, kemi një bisht dhe më pas një qiri bullish, ishte rasti parë kur mund futeshim baj dhe kur kuptomin që një lëvizje sell ka mbaruar. Kur kemi një qiri të fortë bearish, kemi një lëvizje korrigjuese rënëse dhe kemi një qiri më pas bullish. Edhe këtë ja u shpjegova, do me thënë, në videon më përpara se si funksionon. Dhe tjetra që do shpjegojmë në këtë video është kur kemi një lëvizje ose qiri bearish, kemi një manipulim dhe më pas kemi një qiri bullish. E njëjta gjë, vetëm se është e kundërta se kur duhet futemi, do me thënë me të kundërtën, kur duhet futemi sell. Pra, kemi një zonë demand, të cilën blersat e përdorin për të futur baj, kemi një lëvizje që është bearish, dhe sa po shkon në zonën demand, nga dalsohet, e thyen zonën, dhe në vend që të ndjek, do me thënë, komplet lëvizjen bearish, dhe të printoj qiri bearish akoma, çfarë bën? Printon një qiri bullish. Dhe çfarë tregon kjo? Kjo tregon që ne nuk ju përmbajtëm lëvizjes bearish ose thyerjes të zonës demand, sepse zakonisht kur thyet një zonë demand ose zonë supporti dhe është thyerje tamam, jo manipulim, vazhdon rënjen dhe vazhdon rënjen, pra do ishte duke rënë akoma. Do vazhdonte të binte. Po nuk ndodh ashtu. Ndodh që kthehemi me një qiri bullish. Dhe e gjitha kjo thyerje del që është thjesht një manipulim. Dhe duke e logjikuar të gjithë këtë lloj lëvizje, ne kuptojmë që kjo lëvizje këtu mbaroi, zona demand u refuzua, shitësat u futën në market, blersat u futën në market, shitësat kanë dalë nga marketi sepse nga duke qenë fort u dobësuan derisa blersat e morën marketin, dhe kështu është logjika për ta menduar dhe për të futur baj më pas për ta shfryzuar duke shfryzuar vetëm logjikën e price action dhe leximit të qirinjve. Shpresoj t'ju kem ndihmuar dhe t'ju kem motivuar me këtë projekt dhe shihemi me projekte të tjera të radhës. Mirupafshim.